Të nderuar qytetar, jemi sot në bypassin e Vlorës. Së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Yusni Shara, jemi sot këtu për të denoncuar mos përfundimin e këtyre punimeve. Janë më shumë se sa 50 milion euro të cilat janë investuar në këtë bypass dhe ky bypass mbetet prej më shumë se 6 muajsh i bllokuar për kalimin e qytetarëve. Në prag të fillimit të sezonit turistik në qytetin e Vlorës, në cilin ky bypass do duhet të ishte funksional, ende sot jemi shumë larg përfundimit të punimeve të tyre. Përpos të tjerash, këtu nuk ka asnjë tabel treguese për të ndaluar kalimin e qytetarëve dhe makinave dhe në të njëjtën kohë bëhet e rrezikshme për qytetarët të cilët zgjedhin të kalojnë në këtë trajektore. Ne i bëjmë thirrje organeve kompetente, prokurorisë për të hetuar sa më shpejt këtë aferë dhe kush janë arsyet të cilat kanë sjellë në këtë gjendje rrugën në të cilën, siç thash, janë investuar më shumë se sa 50 milion euro.